Околу 30 превозници во Гостивар ги паркираа своите минибуси пред општината во знак на протест. Бараат исплата на долгот од општината за транспорт на ученици. Според нив, иако не ги добиле парите од април, продолжуваат да ги превезуваат учениците во тешки климатски услови, најавуваат дека ако не им се исплатат средствата, ќе престанат со транспортот и ќе го блокираат влезот на општината. Ashtë i kërkojnë paret tona që pi vjetë mujnë e tret I kimi pa paguj. Si mjetë se e lemram që e protestin, ato vikatën mujnë e tret e kënë lishau, vetëm mujnë e tret. Muj 4, muj 5, muj 6, pi vjetë pa paguj. E në shtepin dhe tin muj që kimi nes, ala është e pa paguj. Pa pare nuk. Ne kemi ardhë paret tona, 7 muj, 8 muj, sa I vene jo që imi pa pages. Me 10 kombi vetë, plus të qire që janë. 30 kombi? Me 30 mund të jenë. Me 30 kombi, ala pare nuk kemi marrë. A ju në zënë se të këni barë vazhdim? Ish pa problem, pa problem. Por ditë një më 6 sati, mundina ne imi ngrojnë, kemi fejt naftë, nuk kanë ndjes kombi kablat në qafë, I kemi marrë, I kemi ndjes, kemi vazhdau, I kemi bo punën tonë që në takon. Sa pare janë që do t'jemi? Më pejë që të të thëmë shtej mujnë e tret e kënë lisha, mund t'in afer 7-8 euro. Значи општина Гостивар не дужи од 3 месец нема исплатено. Денеска се јавија као наводно пуштиле вчера пари за 3. Значи 4, 5, 6, 9, 10, 11 еве скоро и 12 ќе заврши. Значи денар пари немамо видено. Тачно, тутре ќе продолжиме, значи да бойкотираме, се додека не се исплата средствата. Nëse parete tona nuk I marrim brenda para vitit të ri, të na pastrojnë ketëve, ne do dalim për ditë do ta bllokojmë mollën. E në komunën do ta bllokojmë, nuk I lëmë në punëtorët. Do vinë komunë. Se ata vinë me durat në xhepa, marrin rroga, me avno rrogat 2 ditë ata sa I ti qesin. Ne në gumat si kena paguaj. Gumat e dimnit. Kombi 4 shok, harxime, servise. Harxime të mëdha kina, defekte. Ne nxënësit nuk I kena lënë. I kena bo si I kena bo, nxënësit I kanë erdhë në vakët. A këta tallen me ne në arenë, djevlishem sot, djevlishem nesër, shpesh herë në kanë rejë, se djevlishem. Nuk dhe vazhdojmë, nxënësit dilojmë, plus këtive punëtorve komunës dhe t'ju shkojmë në përshpoja. Si lojmë në të flenë rahat. Me gjithë kombit, e në darkë si lojmë të anë. Në përshpoja dhe t'ju shkojmë. На вли да t'ju hipim. Екипата на ТВ21 беше во канцеларијата на довереникот на општината Гостивар Фадил Джелили, но од неговиот кабинет ни рекоа дека во моментов тој не е присутен, бидејќи на службено патување.